Ervin, jemi sërish bashkë. Është refuzuar kërkesa e gjyqtaris Elbasanit të pajtime Fetau, e cila është në arrest me burg. Për cilat arsye ose me çfarë argumente gjykata e posaçme nuk e ndryshoi këtë mas? Fabiola, disa javë më parë ka qenë vetë gjyqtare, pra ish gjyqtare Fajtime Fetau, e cila i është drejtuar gjykatës së posaçme me një kërkesë për të ndryshuar masën e sigurisë me pretendimet të avokatëve të saj, por edhe të vetë saj se ka probleme shëndetësore dhe se qëndrimi në paraburgim në Pogradec si duket i rrezikon jetën. Këto kanë qenë pretendimet e saj. Më 10 shkurt është ngritur edhe një grup i posaçëm me mjek ku janë betuar edhe në gjykatën e posaçme për të kryer ekspertizën për sa i përket shëndetit të Pajtime Fetaut, pra ish gjyqtares së Elbasanit, dhe si duket këto rezultate kanë qenë korrekte, pra dhe nuk kanë rezultuar që Pajtime Fetaut ketë shqetësime çka mund t'i rrezikojë jetën në qeli, dhe në këtë mënyrë gjykata e posaçme ditën e sotme ka rrëzuar kërkesën e saj, por edhe pretendimet e ngritura nga pala se mund t'i rrezikohet jeta për shkaqe të shëndetit të saj pikërisht në paraburgimin e Pogradecit ku po mbahet në qeli. Kujtojmë se ndaj Pajtime Fetaut pra janë disa hetime që po zhvillohen, të paktën 2 hetime që janë nga ana e prokurorisë së posaçme ku ka rezultuar e përfshirë në bandat e Elbasanit në komunikime që kanë dalë në Sky ECC me komunikime të shumë kërkuarit, pra Suel Çela në qytetin e Elbasanit, dhe favorizimet që si duket Pajtime Fetau donte të bënte apo edhe bënte në favor të bandave për vendime gjyqësore që asaj i caktoheshin, dhe pikërisht të përgjime kanë dalë nga ana e dosjeve hetimore të SPAK, por dhe komunikimeve që janë hapur nga Sky ECC, pra nga aplikacioni i koduar që është në duart e SPAK në këtë moment. Mirë, Ervin, faleminderit për raportimin.